Atë Majo Rime. Bravo. Majo Rime, hajde të hapi shampaj, hajde. Për çamo? Rime pra për Rozanin pra. Rime. Ja. Dhe të hap shampaj sot. Ishte prajmi, ishte pjesa e Rozanës. Dhe mas të rret. Të shti fjalla për ty të shti. Na shkejtë e talentit. E nisi mari herë. Rozana Neda. Neda Rozana. Po, desha me thonë unë i këtë, që shumë e do për mendimin të më kam para. Neda, disa pika që i kam shenu për mos me harru me i thonë se nuk ka nevoj me bo argumenta shumë. Zdu me bo argumenta mosaft. Neda është pika më e dopt e këtij sezonit Big Brotherit. Nuk është se keqe me thonë si që kena pas për para në një që ke, sa fiksim, pra pika më e dopt është. Rozana ka një defekt, që sikletosët. Pse sikletosët është për Nedën, ke dash me ke komentu. Ajo të ka marrë komentin për bazë, edhe a ullë në kontukun e opinionistit në punë, ajo është në punë për me kanë neutral dhe me dha një argument saktum ose një orientim loje lojtarshëm, tha e thash, për publikur, dhe qa baneja, shprytën rastin me marrë hak, jo, po kjo s'është punë. Pra, Rozanes nuk duhet i vi siklet herë. Aja të regon dopsi që i vjen siklet që i kom, vjen siklet të shimë të kërkoj njës të siklet. Jo, më bla. Ishte asë pëse me kërku njës, sepse pare mërë. E para ka ndohë pra 13 vjetë, e dyta ka komentu, si shkomentojmë na për banor. Po, edhe qatë është Neda ka drejt me gëshdu Rozane, sepse Rozana ka folë ashtu atjerë për drejt, po s'ka drejt ma. Pritëm me marrë në i masë, mërë, edhe unë nisë përgjyq publik ndaj Rozanës se kishte halli Neda me pas garant lajnë e madh ose Ledionin që kur të bëjnë ajo komente mos hillet ma përpjet kundër asaj Rozana. A kupton? Se kjo unë nisë për i këtë punë me marrë fije autoritet ka shi Rozanës. Pra Rozanës mbyllë gojen kur flasun se kur flasun unë jam opinioniste, a kupton? Plus që tim ke bërgjë edhe këto fjalë që mi ke thënë para 14 vjetë, a kupton? Je keq. Përkundrazi të shti, Neda përfundoi e çortume, se ishte një moment që edhe Ledionia, kush e di çka kanë gjatë këtij sezoni. Edhe Ledionia kujtoi që, më fal, po ju duhet me kanë një fije me etik profesionale në këtë punë tash, se s'mundesh me la haqet personale tuja me koltukun e opinionistit Big Brother. Po tjetër. Edhe kështu. Rozana biles si thati u vën siklet, nuk kishte nevojë me bën lloj mbrojtët mos, me kërku falje me bën. S'pati nevojë. Po këtu tregohet e dopt. Këtu tregohet kretë e dopt. Kjo dash me thon, çeni të folë. Para 13 vjetë që kam shkruar ndashtë do më ndeni ishte do më mbrojt ose do më gjujt mu Neda. Neda ka vetëm një siklet po. Që mundet me thon, fal, ndoshta për këtyne komenteve e debate, unë çdo gjë që më thon, çdo gjë që më fol për Rozanin, kam ma merr muzikën e kam personale, i kam shqetëson mua për shkak se këtë shqetëson një që ma mirë thuhet ashtu se sa është shemajtim pas ke shah. E pas e dash me shtyp me makinë ti mu, a kupton? E para kur fillojnë beta atëherë me këto beta atëherë unë kam vdekje kryte 3 fëmijëve për lojë. Po, mandej a din si është din, kur s'ke që e bën gomarit i bën samarit. Ajo vazhdimisht don me fol diçka përpara që më marr seriozisht, se edhe kur filloj me fol për Rozanin, e filloj me se unë kam për detyrim se është muaji i madh i Ramazanit. Nuk ke nevojë më motor, nuk ke nevojë me bezdis hiç për besimtarët e përshi. Je ty komentuan Big Brother më. Po. Je ty komentuan Big Brother, ç'pun ke me ndjenjat e disa njerëzve që janë në a kupton gjithmonë dhe me fitu terreni fije, po ja marr. A di për çfarë edhe kjo marrë se Nedën e kanë gozhdu në rrjete. Po e kanë gozhdu pra e kanë. Tash do ta gozhdojnë edhe më keq. Ai ky është problemi. Nga që e kanë gozhdu edhe të shti, ju pra publiko që më keni shash shifni të cila është e vërtet atë, e ka qitë dokumente. Komentet ishin super të randa, super të pahishme për një si Rozana, po unë i herë s'duas me komentu çak si ka kënë Rozana jo është, s'mi interesonisht. Unë komentoj, analizoj lojën e Rozanës si të mranë. Çak ka bëja para 13 vjetë, s'mi interesonisht. As çka ka bëj ditë para se me i. Që thjesht si komentit ishin pahishme, po me përdor kjo për një atë punë, se janë të e gozhdu tanë publiku Nedën, se Nedën e kanë bëmeme më. Është bëmeme Neda. Edhe të shti kjo të është dhe më hakmer, me i këtë, i të ishtu këtë gjithë më mërojt, i jam e zërë. Si përfundim kësaj punës Nedës, të shti Neda e ka qu vedi në të pikë, sa edhe po ta komplimentojnë në Rozanën do dali keq. Aja del keq në të në anë të shti. Gjithmonë.
Po pra, kjo kam i shku kesh të zdejnë fund. Pa. Edhe ba me levdru, Pa, kesh, shish për hipokritët. Pa ban sa për syje fas. Për syje fas, hipokritët, pra. I kësë për din Milan zile, a do është me plesnu, me produksiona, si ta bëjmë, se mund që do me thona e ta po më mërëshu, kur të them mirë. Kështu që, kanë gjithë një hyje ose një temë këtë do. Si, edhe mbrojtja Rozan nuk kishte pse Rozana me 2 fjalë do të më ambyll fill, po u kompleksu, doli aty, unë do të më mbrojt edhe komentin e vet, unë kam qesh në fakt që ka ja fut kot, po. Edhe ja fut kot. Filli të ngatru mazi, lënë Po. Unë kisha kanë si Rozana, po ne da kam bati çfarë do bësh, do hakmerresh të shti, okay, hakmerro do i kisha thënë. Po, ha bra, shkurt. Hakmerro. Aja për kundër si ka edhe falje. Po këto faljet marrë nuk pinu i masat këtu këto falje, se të kërkova falje për shkak. Jo më se të kërkova falje, do të thonë se do të më fal gjaja. Gjithsesi, kaç ishte kjo marrë? Zice e nisin ashtu. Ajo ka bicikleta e neta, shumë që s'disi ta bëj. Ato bën shumë më pëlqeu që nisin ashtu sepse në kuptimin e skenarit është një material ku shkakton diskutime sa dush, pra si program thashë themësh që është ky. Kjo ishte një gjë që më shkaktu shumë thashë themë edhe tu e komplimenta unë thashtë se ne da biles po qote i këtë, mu duk si paralajmërim për largim nga puna. Iku kjo. Egli versus Rozana. Fjala për ty, shishe shampajat. Sot ba duk Rozana, një njeri që kisha pretendime tamam me e pa Rozanin. I shti debatës du të me ba, por prep nuk është ngjarja e saj, është futet mes dy çifteve dhe protagoniste. Aftësia e saj prave çop. Për më tepër, profja flet për. Jo se futet, vetë kanë përfshirë ajo ta interpretojë vetë. Vetë keni ardhur më fal te unë thotë kur keni hallë me një tjetër. Aja është tjetër dhe me u afru e para është afru Rozana këtu në dyve. Për do. Jo më i afrohet herë njëri herë tjetrit. Ato janë banor. Për grup, po them, që u ban grup, u ban të dy. Po, dakord, po secili prej tyre është banori në rrallë parë, për një banor tjetër, të tre. Sot i ka, se bëjt i shtrim të dy, sot ishte pjesa e Rozanës, pa diskutim. Ashtë edhe logjike janë, sepse Egli ka të lashe shumë të mlaja mërë. Aja është person me të lashe shumë të mlaja, o kam shënu, dhe me thënë, disa gjana, po thëmë madhe në fundsaja, vlen me i diskutu, kur unë du me fillu dhe me marru tonë ato argumentat që i thoshe që me diskutu për këtë, thoshe, kush është Egli morë? Kush është Egli morë? Se një gjova që në fillim që edhe, se ti Egli ma shëmenton tekstet, po të Rozana, sa jam almen, po, jam aj shumicën dërmuse, okej, jam almen. Po dhe Rozana thot, ndim tekstet e mija. Unë të shëmora, pse kjo këngëtarja është? Ka këngë kjo? Një këngë që ka po me atë pra burën e vetë. Tekstet e mija, po kjo është këngëtarja apo shkruan tekste, i ka shkruajt. Jemi je, këto tekstet jemi. Çfarë thon kjo? Jo, di që ka bëj këngë me burën e vet, me ish dashën e vet. Po edhe unë e di për ish, për këtë e di. Unë për fytyr Eglin e kam pa për herë të parë një jetën time kur ka hy në shtëpinë e Big Brotherit. Wow, Ledion, sa shumë drita pas ka. Unë nuk e kam pa Eglin për fytyr, ju të them me sinqeritet ty edhe tanëve, unë për fytyr Eglin nuk e kam pa kur një jetën time para datës 21 dhjetor. Kur? Asë njerë. Unë e kam pa në këngë, vetëm të këngë. Asë në këngë, për mua është njeriu më anonim në botë. Në tonë në botën. Dhe me thonë, edhe ne kena kaq kohë diskutu. A që qatë banë Big Brother, jena të diskutu për Eglin, kush është Egli më vlla? Aja është me shërëngulime të randa më vlla. Aja bipolare. Aja i të shtot mirë, i të shtot keq. Aja i të shtot bardh, i të shtot zi. Aja i ka tëra gjanat me luhatje në ekstreme. Aja i të shtot e di unë se qa batë, e ma ne i thot vetëm unë nuk e di se qa batë. A pesa do është në kardë, a shishet u banë. Sa do është të nërde, a pesa pozitive me tanë, edhe Rozanës kërë erdhe, unë jam këtë, po, jo, mire jam, falim dhe të me, jam shumë e bu, kam marrë këtë si janë qëtë, që shisure, da shi si banë, e si ka mu banë. Për mendimin tëm, që ti mund të kishe bë konspiracion këtu sa dushjen, se nëse ka pas një orientim Egli me shkumi ra Rozanës, dhe me thonë, neri bëhet vetëm Rozanës, se dhe Rozanës të në herë fitus. Do mos në këtë lloj situate, se me ra ka trame, po në këtë rast... Mori me Eglin, se me kënë dikush tjetër, edhe mund dalë një, me Eglin del të në herë fitus, se sa e
Gjash janë duke debatu prapë. Tesh debati, zjerm të ndërpremja tjetër, zjerm. Pa i fos 2 drejt maj.